dhe pa qenë asnjëherë antar të Partisë Punës dhe Ata. Kastrioti Islami është i bindur dhe as pak i penduar për gjithçka që ka bërë në 21 vite si antar i PS-s, derisa më 20 dhjetor të vitit 2011 u përjashtua nga strukturat e saj. Por në aktivitetin e tij politik shënohet dhe një pendes. Në emisionin Arena të gazetarit Roland Qafoku, Islami e lidhi këtë me heshtjen e tij kur Musa Ulqini u la jashtë listave për kandidat për deputet. Se ju nuk më shpjegoni dot mua pse u hoq Musa Ulqini në vitin 2009. Folët ju atëre kur u hoq? Jo, as u s'folën atë. Pse? Jeni po aq fajtor, e pranoni këtë? Po e pranoj këtë që janë fator, po do ta them pse dha. Kjo është e rëndësishme që e pranoj. Jo, e pranoj. Por cila do të jetë ardhmja politike e Islamit? Ai theksoi se është duke reflektuar. Në panelin me 3 gazetarë të njohur të mediave shqiptare, Islami ju përgjigj pyetjeve të tyre. Në realisht si funksionon pse ja rrof mbreti, poshtë mbreti apo si zgjohet në mëngjes kryetari, vendosen domethënë si është vendimarrja? Ja shpjegoj. Domethënë, një parti, sepse pse tani aktualisht era. Jo, ja shpjegoj. Një parti normalisht do të ketë një debat brendshëm për të ardhur në një vlerësim dhe në një qëndrim. Atje shpeshherë ndodh kjo gjë. Vjen me një mendim të parafabrikuar zoti Rama, në fazën e parë, kur ai nuk e ka pasur mundësi ta impononte këtë mendim, bëj një debat dhe nuk arrije në qëndrime, tani që ka një klientel, një sekt agresiv, me shumicë, arrin që ta imponojë te pjesa tjetër. Zoti Sami, desha të dalim një pikë specifike që është marrëdhënia e Partisë Socialiste me faktorin ndërkombëtar ose politika jashtme e Partisë Socialiste pas 2005-s. Kam vënë me pjesëmarrjet e mia në institucionet europiane që ka një mefshësi në raportin e kësaj partie me çfarë duhet të shtojë zoti Rama, jepini një këshill zoti Rama. Partia Socialiste është partia e vetme në Internacionalin Socialiste që nuk ka departament marrëdhënie me jashtë. Dhe kjo u bë, sepse ju nuk e keni kapur, kujtoni se jam përjashtuar vetëm unë si sekretar, jo nga partia, po nga forumet. Jo, nga sekretariati që kanë qenë. Sekretariati po? Nga 8 veta kanë ngelur vetëm 2, të gjithë 6 tjerat janë hequr. Kanë ngelur vetëm 2, kanë ngelur zoti Klosi dhe zoti Xhafa. Të gjithë tjerat janë hequr, nuk janë më. Dhe ky është mesazhi shqetësues që zoti Rama humbet zgjedhjet 2009, qëndron vetë në krye të partisë dhe heq sekretarin. Më sipas mendimit tuaj pse u përshtuan realisht nga Partia Socialiste? Arsyeja është kjo që zoti Rama pa një simbol dhe me këtë simbol do të thoshte kur unë godas këtë simbol, do të thonë asnjë nga ju tjerët nuk do të ketë më guximin të flasin këtë Parti Socialiste. Por nga i gjithë ky proces përjashtimi nga kush është zhgënjur më shumë Islami, ai ka një emër dhe një përgjigje. Njeriu nga i cili nuk është zhgënjur është Gramoz Ruçi. Si e priset ju zoti Ruçi? Nuk kemi zhgënjur.